Përshëndetje dashur miq, takojmë së bashku live të njëjtë me Pagjurm këtu në Report TV, ku këtë pasdite kam bëritur një letër në redaksinë e emisionit Pagjurm, dy zonja nga Tirana, të cilat na shkruajnë për mikeshën e tyre. Vetëm pas pak unë do ta hap këtë letër, do ta lexoj në transmetim live, por ndërkohë e startoj pasditën e sotme me historinë e 30 vjeçares nga Lushnja, dashur miq. Përpara 2 ditëve kemi prezantuar historinë e Etleva Biçaku, 30 vjeçaria nga fshati Thanasa i Lushnjës, e cila është larguar nga shtëpia mëngjesin e 29 janarit dhe familjarët nuk kanë asnjë informacion. Ne kemi përgatitur një material dhe do rilidhemi live me qytetin e Lushnjës. Etleva Biçaku, një 30 vjeçare nga Lushnja, rezulton e humbur për familjarët që prej datës 29 janar të këtij viti, e reja u largua nga shtëpia rreth orës 7 të mëngjesit, pa u vënë re nga askush. Ajo prej 6 vitesh vuante nga depresioni, ndërsa kohët e fundit kishte ndërprerje dhe mjekimet. Nëna e la të vogël kur ajo ishte vetëm 13 vjeç, dhe kjo është një nga arsyet që rëndoi gjendjen psikologjike të saj. Një vajzë e shkëlqyer në mësime përfundoi më keq pas ndarjes nga bashkëshorti 6 vite më parë, një ndarje të cilën ajo nuk e përballoi dot. Gjatë transmetimit live në emisionin Pagjurm të datës 2 shkurt, mbërritën mjaft informacione, të cilat treguan një vendodhje të mundshme të së humburës në kryeqytet. Sipas telefonatave, 30 vjeçaria ishte parë në disa zona në Tiranë, si në Don Bosco, në bulevardin Zogu i Parë, tek Pallati i Kulturës, vilat në zonën e Selitës, si dhe tek shkolla e bashkuar. Pa 2 orë më ke Pallati i Kulturës, ke sheshje atje, pash, me Xhinov. Ishte si me deta mendore kështu, me Xhinov isha me gjithë grunë. E qartë, ju kujtohet veshja? Çfarë kishte veshur? Vëllai kishte veshë kështu i gjupt të kuq, pantalona puta, se nuk i vola me në thot drejtë se, me Xhinov. Burim në orën 1 ka parë të vilat të Selitës. Në mes të vilave në rrugë kalonin edhe makinat dhe ajo ishte pak si hutuar, sa prisin makinat sa të kalonte ajo. Me gjupt kuq, me xhinse blu të errët, buri thotë është shumë i sigurt që është kjo. Jam duke e pa emisionin me burin, buri është shumë i bindur se tek rruga Burgut rreth orës 1, vajza ka etur në këmbë dhe ka pyet një rrugtare dhe i ka thonë se ku është rruga e Burgut. Edhe ka kthyer mbrapsht vajza, tu etur ka rruga e Burgut. Ditën e sotme, rreth çfarë ore? Dje. Rreth orës 1. Rreth orës 1. Me tuta gri. Tuta gri, pantolone gri, e gjupin që ku e shep tani në televizor të kuq. Të kuq, gjupin të kuq dhe... Kjo pamje sot burri jam shumë i bindur se kjo pamje ka konë që vajzë. Është parë diku 20 minuta më parë në zonën e Don Boskos në Tiranë. Stafi u nis menjëherë për të bërë verifikimet në terren, nga ku u mësua se bëhej fjalë për një tjetër zonjë të ngjashme me Etlevën, e cila për koincidencë kishte të veshur të njëjtin xhup të kuq si kundër e humbura që kërkohet në Pagjurm. Do doja që fillimisht të jepja një verifikim të bërë pak më parë për sa i përket zonës së Nëntkaçeve apo pjesa e Pallatit të Kulturës, ku erdhën disa informacione në fakt që pretendonin se mund ta kishin parë 30 vjeçare në këtë zonë. Arrita të verifikoja pasi nuk bëhet fjalë për 30 vjeçaren që kërkojmë ne, por është një zonjë tjetër e cila ndoshta në mënyrë rastësore kishte po të njëjtën veshje, e cila endet, le ta themi kështu, në atë zonë. Megjithatë, verifikimet vijojnë ende në zonat e tjera, ku dyshohet se lëviz 30 vjeçaria nga Lushnja. Kjo është historia e Etleva Biçaku, dashur miq, ku kanë kaluar 6 ditë dhe familjarët nuk kanë asnjë informacion për 30 vjeçaren e cila ka probleme me shëndetin e saj mendor. Në datën 2 shkurt ne trajtuam gjatë historinë e Etleva Biçaku, mbritën shumë informacione ku dyshohej se kjo 30 vjeçare mund të kishte përfunduar në kryeqytet. Në fakt, Ermali, gazetari Ermal Çori u nis në disa zona, konkretisht në Don Bosco u fokusuan, pasi aty mbritën dhe dëshmi të shumta, u bën këto verifikime dhe nuk kishim të bënim me Etleva Biçaku,
bashkun, por me një vajzë tjetër nga Tirana, pasi babai i vajzës që dyshohej se mund të ishte Etleva është lidhur me emisionin Pa Gjumë dhe ka treguar se është vajza e tij, ajo është 27 vjeç, edhe ajo ka probleme me shëndetin mendor, por nuk është e humbur dhe për koincidencë edhe vajza 27 vjeçare nga Tirana mban një xhup ngjyrë të kuqe, ndërkohë që teleshikuesit ndoshta janë ngatëruar dhe kanë dyshuar se mund të ishte pikërisht Etleva Biçaku, që në këtë momente po e shikojmë në foto, dashur miq. Kjo është Etleva Biçaku, ajo është 30 vjeç, është nga Lushnja dhe ka dalë nga shtëpia mëngjesin e 29 janarit, kanë kaluar 6 ditë dhe familjarët ende nuk kanë marrë asnjë lajm. Ndërkohë unë do të lidhem në këto momente me vllajën e të humbrës, me Elmas Biçakun dhe e përshëndes, ai ndodhet në teren së bashku me familjarët e tjerë duke bërë kërkime. Elmas, përshëndetje. Përshëndetje zotëre. Besoj më dëgjon. Po, të dëgjoj shumë mirë. Atëre jeni në teren, konkretisht ku ndodheni? Konkretisht sot jam në bregun e Lumit, të Lumit Shkumbin, për gjatë të dy brigjeve. Jam me vëllezërit edhe me disa kushërinj. Me qenë se Lumi ka rënë ndjeshëm dhe menduam të rikthehemi sërish, se edhe frika më e madhe këtu e kemi patur që në fillim dyshimin më të madh këtu. Një lumë që edhe Lumi sot ka rënë ndjeshëm, kthyer sërish sot këtu, po pa asnjë rezultat, pa asnjë. E kuptoj. Ndërkohë edhe nga ky komunikim arrim ta dallojmë pikërisht, nuk e di, të lutem, duket qartë edhe nga pamjet lumi që ndodhet mbrapa jush, mos gaboj, një lumë që përshkron fshatin tuaj dhe ju si familjarë gjithnjë keni pasur frikë, se ndoshta diçka e keqe mund të ketë ndodhur me fatin e Etlevës pikërisht në atë lumë. Presojmë mos jetë kjo. Le të lodhemi, nuk është problem se do lodhemi, shpresojmë mos jetë këtu, nuk e kemi problem se do lodhemi. Urojmë mos jetë këtu, le mos e gjejmë, le të lodhemi, nuk ka problem. Po është vetëm ai anksi, frika, paktën mos e kemi më mendjen këtu. E kuptoj. Që mëngjesin e sotëm së bashku me vëllezërit po bëni kërkime në teren, edhe unë uroj të mos këndodhur asgjë e keqe me Etlevën, me motrën tuaj, e cila doli mëngjesin e 29 janarit dhe nuk dihet se ku ndodhet. Ndërkohë, një informacion i rëndësishëm, sepse pistën e Tiranës, Elmaz e hodhën poshtë. Nuk e di nëse më dëgjove pak më parë, ndërkohë kur kemi qenë të dy në studio, mbritën shumë telefonata, ku dyshohej se motra juaj mund të kishte përfunduar në Tiranë. E kemi verifikuar, por nuk bëhet fjalë për Etlevën, bëhet fjalë për një vajzë tjetër, e cila është 27 vjeç, jeton këtu në Tiranë me prindit e saj, edhe ajo ka probleme me shëndetin mendor, ndërkohë që për koincidencë edhe kjo 27 vjeçare mbante një xhup të kuq, atë ditë kur mbërritën informacionet. Ka qenë babai i kësaj vajze që është lidhur me redaksinë e emisionit Pa Gjurmë dhe na ka treguar që nuk është Etleva, por është vajza e tij. Dhe ato vende pikërisht në Tiranë ku mbërriten informacionet, ai tregoi se janë vende që qëndron vajza e tij. Dhe pista e Tiranës bie poshtë. Ngelemi në Laç, aty ku erdhën informacione, ku dyshohej se motra juaj mund të ndodhesh në Laç dhe vllai juaj u nis menjëherë drejt këtij qyteti. Po, ne kemi kërkuar edhe në Tiranë kanë ardhur këto informacione, nga rezultat nuk ka dalë konkretisht, kështu siç ju ka ndodhur dhe juve, na ndodhi edhe ne vetë, me njerëzit tanë që kemi kërkuar vetë. Edhe ne vetë njëjtat gjëra na kanë dalë, domethënë është tjetër person që është parë rrugëve të Tiranës. Po, është e vërtet. Ndërkohë vllai tjetër ka udhëtuar drejt Laçit dhe ka takuar dëshmitarin, i cili pretendon se Etlevën e ka parë në këtë qytet. Po. Çfarë u verifikua? Pra, zotria që dha këtë informacion, kur e kishte parë Etlevën, konkretisht në çfarë vendi të këtij qyteti? Dyshonte në stacioni trenit, stacion trenit të vjetër, nuk e di se çka atje, edhe para gjykatës diku tha një tjetër, një person tjetër, diku para gjykatës tha është parë një person i dyshim, kështu siç mendoni ju, me këto zona që thoni ju, po nuk rezultoi që të ishte Etleva. Nuk rezultoi të ishte motra juaj, ndërkohë që keni bërë kërkime në teren edhe në qytetin e Laçit, edhe denoncim në polici, besoj, në policinë e këtij qyteti, por ndërkohë personat përshkruan veshjen, pra përkonin, më thej që përkoni të dhënat. Veshja ishte e njëjtë me motrën tuaj, ata bazoheshin vetëm në foto? Vetëm në foto bazoheshin, edhe në karakteristikë fytyrës që kemi dhënë neve,
përafërsoheshin. Edhe në trup. Por kanë kaluar 6 ditë, Elmaz, dhe asgjë konkrete nuk kemi. Dita e 7. Dita e 7. Sot është dita e 7, zonja Odet. Është dita e 7. Dhe asgjë konkrete. Është një maks i vërtet. Asgjë konkrete, është një maks i vërtet. Edhe ne nuk po dim më se ku të nisemi, ku të kërkojmë. Dhe ju besoj për këtë pjesë. Po bëni të pamundurën të kontrolloni në zonën tuaj, pikërisht në fshatin Thanasaj. Në fshat, në qytet, kudo kemi dyshuar, kudo kemi marrë në informacion, kemi vajtur me njëherë nuk po pa rezultat. Edhe në qytetin e Lushnjës, që e keni shumë afër. Keni bërë kërkime edhe në këtë qytet, por sepse aty është bërë dhe denoncimi. Në policinë e Lushnjës është bërë dhe denoncimi për humbjen e motrës. Po, kemi kërkuar edhe qytetin e Lushnjës. Unë uroj që të marrim informacione të cilat të na çojnë tek Etleva, ndërkohë që regjia do na ndihmojë edhe një herë me fotot e kësaj 30 vjeçare, të dashur miq, nëse shikoni Etleva Biçakun, këtë 30 vjeçare, jeni të lutur të lidheni menjëherë me emisionin Pa Gjurmë. Etleva ka dalë nga shtëpia mëngjesin e 29 janarit dhe drejtimi është i paditur. Etleva ka probleme me shëndetin e saj mendor, momentin që ka dalë nga shtëpia ka pasur të veshur këtë xhup të kuq, pikërisht si fotoja, që po shikoni në këto momente në transmetim, nëse e njini, e shikoni, jeni të lutur të lidheni me njëherë me emisionin Pa Gjurmë, kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular, por mund na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. Ndërkohë Elmas, të tjera informacione vinë po nga Tirana, pikpyetje të mëdha edhe ne jemi të pasigurt, ndërkohë që bëjmë një verifikim në kryeqytet dhe zbulojmë që bëhet fjalë për 27 vjeçare, vazhdojnë ende të vinë po nga Tirana ku dyshohet se Etleva mund të jetë në Tiranë. Nuk di çfarë të them. Duhen verifikuar të gjitha këto informacione për të kuptuar se çfarë mund të ketë ndodhur. A ka udhëtuar vërtet Etleva, motra juaj, nga Lushnja drejt Tiranës? Odeta, zonja Odeta? Po, ju dëgjoj, Elmas. Më dëgjon? Po. Mund të bëj një kërkesë? Patjetër. Nëse më lejohet? Patjetër. Ju lutem të gjithë personave që mund të shikojnë motrën time ose një person të ngjashëm me të, nëse lejohet, edhe nëse kanë mundësi, patjetër mund të t'i bëjnë një fotografi personit ose mund t'i afrojnë ta pyesin për emër dhe mbiemër, nëse personi që dyshojnë që shikojnë i përgjigjet emër mbiemër, të më nisin një foto a një gjë, ose mua, ose në polici, ose në juve, në fakt që kemi një orientim konkret. Ky është apeli im për të gjithë. Ju lutem sa më saktë, sa më pastër. Nuk di edhe unë çfarë të them. Dhe bët mirë Elmas që bët këtë thirrje nëse qytetarë të ndryshëm në vende të ndryshme të Shqipërisë, sepse ne nuk kemi një vend konkret ku mund të dyshojmë tashmë se ku ndodhet Etleva. Ndoshta në fillim dyshuam për në Tiranë, në kryeqytet, por një pistë që ra poshtë dhe nuk e dim ku mund të ketë udhëtuar motra juaj. Dhe bëre mirë që e bëre atë thirrje që çdo qytetar që mund të shikojë një vajzë të ngjashme që dyshon se mund të jetë Etleva Biçaku, kjo 30 vjeçare që kërkohet në studion e emisionit Pa Gjurmë, mos të hezitoj, të lidhet me policinë, të lidhet me emisionin Pa Gjurmë, t'i afrohet kësaj vajze, ta pyesi sepse padyshim që Etleva ka nevojë për ndihmë. Ajo ka vërtet probleme me shëndetin e saj mendor, është e pavetëdijshme, ndoshta nuk di edhe rrugën për të kthyer tashmë në shtëpi. U bën 7 ditë që ajo mund të endet rrugëve dhe nuk e dim se si mund të jetë gjendja e saj, padyshim është përkeqësuar. Ndaj të dashur qytetarë, nëse shikoni një vajzë të re që është e ngjashme pikërisht me Etleva Biçakun, regjia po i jep fotot, jeni të lutur t'i jepni ndihmë dhe të lidheni me policinë edhe me emisionin Pa Gjurmë, pasi kjo 30 vjeçare rezulton e humbur që për mëngjesit të 29 janarit dhe ka probleme me shëndetin e saj mendor. Elmaz, ju shikoj dhe në këtë lidhje që ndodhen në teren, do vazhdoni kërkimet, të gjitha informacionet, unë do premtoj që gjitha informacionet që do mbrin në studion e emisionit Pa Gjurmë, padyshim do verifikohem, do t'ja kalojmë edhe juve, t'ja vëmë dispozicion me shpresën se do t'a gjejmë motrën tuaj Etlevën. Ju falenderoj jashtë mase, falenderoj shumë për punën e palotur që bëni. Dhe uroj, pikërisht në atë lumë që ndodheni shumë pranë, mos ke ndodhur asgjë e keqe me motrën tuaj, pasi gjithë familja është fokusuar të po bën kërkime. E urojmë që mos ketë ndodhur.
të falenderoj Elmas për këtë lidhje dhe të kërkoj ndjes, pasi je në teren po bën kërkime, do mbetemi bashkë në kontakt. Falenderoj Elmas. Ndërkohë të dashur miq, ne do ndjekim këshillat e biznesit në këtë momente, do rikthehemi bashkë në pjesën e dytë. Jemi rikthyer në studio dashur miq dhe në fillim të programit tregova për një letër që mbërriti në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë, ku dy zonja shkruajnë për mikeshën e tyre dhe unë këtë letër kam vendosur së bashku me stafin për ta lexuar live. Ndërkohë që regjia më ndihmon edhe me mbulimin e letrës. Përshëndetje stafi Pa Gjurmë. Jemi dy shoqe të ngushta që kemi një shqetësim të madh. Ju drejtuam emisionit tuaj si e vetmja derë e hapur për të kërkuar ndihmë në emër të një misie që për ne është e shenjtë. Që kur u njohëm me Fotini Shkurtin, nuk do ta mendonim kurrë që kjo grua me zemër të madhe sot do të vuante kaq shumë nga mbi pesha. U takuam 8 vite më parë, kur ne u kthyem nga Greqia dhe ajo vinte nga Berati. Misia jonë me një grua bujare dhe të jashtëzakonshme si ajo rritej çdo ditë më shumë, siç ne na shtoheshin thinjat. Shpesh shëtisnim bashkë në park, duke e nxitur Fotinin të binte pak nga pesha, pasi në atë kohë ishte e shëndetshme. E prisnim gjatë në ndalesat që bënte, ndërsa nuk donim ta linin që ta lëshonte veten. Ajo na mungon, i mungon vërtet mëngjeseve tona. Prej 2 vitesh, Fotinia ka zënë krevatin dhe lufton çdo ditë me peshën e saj, që është mbi 200 kg. Ne nuk jemi ndar kurrë me mikeshën e qeshur, që mbush me biseda pafund ditët tona. Dikur vinte ajo me ne, sot e izoluar totalisht në shtëpinë e saj, ku jeton me qira në zonën e Ysberishtit, kafen e pim në shtëpinë e saj. Trishtimi dallohet qartë në sytë e kësaj nëne, jeta e së cilës është në rrezik. Morëm përsipër ta ndihmonim duke u drejtuar tek ju, dritarja ku ajo sheh shpresën. Ka pak ditë që kemi blerë një copë për fustan, që ajo nuk e ka veshur akoma. Urojmë që ai fustan të jetë gati në një ditë të bardhë për të, kur problemi që ka me shëndetin të ketë marrë fund. Na dhimbset pa mas shoqja jonë e mirë dhe trishtohemi kur i lidhim në mes një çarçaf për t'i mbajtur barkun. Me shpirt duam ta ndihmojmë, t'i japim forcë edhe për 2 vajzat e mrekullueshme, Sindin dhe Dimitrën, pasi bashkëshorti i saj ndroi jetë disa vite më parë. Me trishtimin që ndjejmë për Fotinin nga 2 mikeshat e saj, ju dërgojmë këtë letër me dorën në zemër. Me respekt, Natasha dhe Sabria. E në fakt, janë pikërisht të 2 zonja të dashur miq, Natasha dhe Sabria, të cilët e na dërguan këtë letër dhe ne u vëmë menjëherë në kontakt me këtë 2 zonja, të cilat na treguan për miqësinë e tyre të vjetër dhe pikërisht për zonjën Fotini Shkurti, e cila prej 2 vitesh ka një problem shumë të madh. 2 vitet e fundit është shënduar shumë me shëndetin e saj, pasi mbi pesha ka shkaktuar dhe sëmundje të shumta në trupin e kësaj zonje me emrin Fotini Shkurti. Mua në studio është pikërisht vajza e Fotinis. Ishte e pamundur që Fotinia për shkak të peshës është mbi 200 kg, madje familjarët ka treguar se kohët e fundit nuk kanë mundur do ta peshojnë, është e pamundur ta ngren nga krevati. Është vajza e saj, Dimitra Shkurti. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje Odeta. Ne kemi përgatitur një kronik në fakt për nënën tuaj, ku ju na keni vënë në dispozicion se si ka qenë nëna juaj, e dobët, një zonjë shumë e bukur, dhe sot është obeze. Jashtëzakonisht shumë. Mami ka qenë, do me thënë, vajzë e re, ka qenë shumë mirë, nuk ka pasur asnjë lloj problemi. Shëndeti ka ipur, mund të them 10 vitet e fundit që sa vinte dhe shtonte jashtëzakonisht shumë në peshë. 2-3 vitet e fundit mund të them që është rënduar totalisht. Është rënduar se që nuk arrin dot të shkoj dhe në banjë. Por do e ndjekim Dimitra materialin edhe për teleshikuesit dhe do rikthehemi në studio dhe do kemi patjetër një lidhje live, pasi redaksia e emisionit Pa Gjurmë ka shkuar në shtëpinë e Fotinis, vetëm pas pak do ta kemi Fotinin, sepse ishte e pamundur realisht për ta sjellë në studio. Ndjekim materialin dhe rikthehemi.
Deri më tani nga analizat e kryera nuk është përcaktuar ende një diagnozë për 58 vjeçaren nga Berati, asnjë shkak qoftë edhe gjenetik që kur 8 vite më parë fiziku i saj nisi të ndryshonte. E transformuar totalisht, 2 vitet e fundit për Fotin i Shkurtin janë kthyer në një makt për të dhe familjarët e saj. Mbi pesha ekstreme ka ndalur çdo aktivitet për nënën e 2 vajzave, e cila e ka të pamundur të lëviz nga shtrati. 58 vjeçarja nuk ka vuajtur më parë nga asnjë lloj sëmundje, ndërsa nisi të shtoj kile krejt pa e kuptuar. Ajo ka patur gjithnjë një fizik thuajse normal, sikundër duket edhe në këto foto familjare. Kur i shoh që ndëroi jetë vite më parë, vajza me të cilën jeton në të njëjtën shtëpi vendosi ta marrë në Tiranë. Gjendja u agravuar edhe më shumë, që prej vitit 2017, ndërsa sot gruaja 58 vjeçare peshon më shumë se 200 kg. Me mbi peshën u shfaqën edhe një mori sëmundjesh të tjera. Fotin i Shkurti jeton në kushte të vështira, e pamundur për të përballuar kostot e larta të ekzaminimeve të mëtejshme, por edhe koston e lartë për përkujdesje ndaj saj. Nuk janë të pakta rastet kur shpesh i është dashur ndihma e 5 vetave për ta ngritur pas rrëzimit nga shtrati. Edhe kur në shtëpi kanë bërritur urgjenca, nuk kanë mundur dot ta transportojnë në spital, pasi është e pamundur për ta lëvizur qoftë edhe me një barel. Familja është zhytur në borxhe. 58 vjeçarja rrezikon të humbë njërin këmbë për shkak të plagëve që janë përhapur. Në një kohë kur në të gjithë botën, obeziteti është një nga sfidat më të mëdha të shëndetit publik në shekullin që po jetojmë, për Fotinin jeta rrezikohet çdo ditë më shumë. Dimitra, kjo është historia e nënës tuaj. Po. Dhe përpara 10 vitesh, filluan problemet me nënën tuaj. Filluan problemet, nga viti në vit. Dhe ma rëfeni historinë e nënës tuaj për të kuptuar çfarë ka ndodhur që sot ka përfunduar kështu. Si që thash edhe pak më parë, Odeta, mami, kur ka qenë vajzë e re, do më thënë nuk është se ka pas genetike, ka qenë shumë mirë, do më thënë thjesht shëndeti ka ardhur pas lindjes së dytë motrës, i ka ardhur ky lloj shëndeti dhe gjendja sa vinte dhe agravonte akoma dhe më shumë. Ndoshta edhe pak fajon që nuk e ndoqëm deri në momentet e para, që në fazat e para, po e lam të agravonte deri këtu ku jemi sot. Mund të them që 2-3 vitet e fundit ka filluar që është rënduar akoma dhe më shumë, që edhe doktorat do me thonë që është rast jashtëzakonisht shumë i rrallë. Nuk mund të them që është rast rekord, sepse rrezikon t'i pritet njëra këmbë, rrezikon operimi është jashtëzakonisht shumë i vështirë. Për shkak të mbipeshës, për shkak të mbipeshës, në lëkurë. Plagët në lëkurë, në këmbë, probleme me zemrën po, tensionin po, do më thënë, janë njëra pas tjetrës që kanë ardhur. Po kryesorja është obeziteti, do më thënë, është mbipesha që e ka vënë përpara. Si këtë varg sëmundjesh më pas në trupin e nënës tuaj. Po. Ndërkohë, ajo ka të pamundur tashmë të ngrihet nga krevati. Po. E ka të pamundur të ngrihet, e ka të pamundur të lëvizi, çdo gjë i shkon te koka, siç mund ta shikoni edhe vetë në video, këtë video e kam mbaruar. Mami është në një gjendje shumë të rëndë. Dhe duke në qartë edhe këmbët, lëkura e saj, këmba e është bërë akoma dhe më keq. Plagë të shumta. Edhe pjesa e barkut. Edhe pjesa e barkut. Dhe në letrën që lexova, ishte prekse e dy mikeshave që tregonin na dhimbset momenti kur marrin çarçafin dhe mundohemi t'i mbledhim pjesën e barkut. Dashur Dimitra, e kuptoj, është nëna juaj, para pak vitesh, ju keni humbur nga kjo jetë edhe babain, dhe aktualisht jetoni me nënën. Besoj që e keni dërguar tek mjekët për të kuptuar kush është shkaku. Kemi bërë analizat e shumta, analizat i kanë dalë mirë dhe para 2-3 vitesh, thjesht nuk arritëm dot të bëjmë një diagnozë të fundit sepse kushtonte pak dhe kemi lënë për gjysmë. Urgjenca vjen pothuajse gjithmonë. E kam parë si rast. Ndërkohë edhe na sqaro, një analizë të fundit që ju thanë mjekët për ta bërë, ju nuk e bët për shkak edhe të gjendjes. Po, për shkak të gjendjes. Çfarë është kjo analizë? Çfarë tregon?
Që të kuptojmë dhe ne. Është një tip diagnoze që duhesh, do më për ta përcaktuar dhe për të vënë pikën mbi i, tha doktori, që ta shohim që deri ku do arrim ose deri ku mund të ndërhyjmë, sepse analizat u bën të gjitha, vetëm ngeli kjo pika e fundit që ne nuk e përballuam dot, dhe i tham do vim më vonë ndoshta që ta plotësojmë edhe këtë pjesë. Që nuk e bët kur. Nuk e bëm kur. Kushtonte shumë? Kushtonte pak, edhe nuk arritëm dot që ta bënim. Urgjenca vjen gjithmonë, i bëjnë qetësues, gjendje shërënduar, ata e shikojnë dhe vetë, thonë, nuk është zgjidhje që po vim, do me thënë po i bëjmë një qetësues 2-3 dhe po e lëm po në vend. Ajo ka nevojë për ndihmë mjekësore. Mami aktualisht është vetëm me një pension të babit, me 80.000 lekë të vjetra. Unë jam me leje lindje nga djali se kam 9 muesh. Me jeta keni. Faleminderit. Ilaçet kushtojnë shumë, që te kremrat që i përdorim për këmbët, janë shumë llojshmëri që i marrim. Edhe barkun po ta shikoni e ka komplet plag. Aty tek video nuk duket, po. E qartë. Base kamera e shef edhe atë pjesë. Plag të shumta në trupin e nënës tuaj, dhe duket qartë te pjesa e këmbëve. Po. Ndërkohë që është urgjenca ajo që vjen. Po, dhe na ndihmon, do të thënë i shqetëson ato dhimbjet që ajo ka nevojë, i bën 2-3 qetësues njëkohësisht. Ajo pi ilaçe pa fund, pi ato që mund të them që janë edhe më të rënda, që vetë farmacistët më thonë që mos e te kaloni me dozë, ose është gjuna, sepse do bjeri në shok her pas here. Ajo u mbinja dhe bie nga krevati, dhe kjo është për shkak të ilaçeve ndoshta, që ne i japim. Ajo e ka të pamundur të ri, pa ilaçe, pa qetësues që i japim. Do të marrim me patjetër, çdo ditë qetësues, për shkak se ka dhimbje, çdo 3 orë. Çdo 3 orë qetësues, dhe prandaj bie në gjendje shoku. Është e tmerrshme. Ndërkohë që kjo është nëna juaj. Po. Përpara shumë vitesh me babain tuaj. Po. Nga një peshë normale. Po, ka rritur në ekstrem, mund të është. Ka rritur në ekstrem. Po. Dhe ka bërë analiza, i ka ndalë shumë mirë analizat. Po, analizat në ndërkohë mjekët çfarë dyshojnë? Që kjo është një lloj sëmundje dhe është një sëmundje e rrallë. Patjetër që është një sëmundje, se nuk besoj nga ushqimi ka rritur ato lloj peshe nëna juaj. Jo, absolutisht. Kjo është një lloj sëmundje e rrallë që ata thanë duhet bërë dhe kjo përcaktimi i fundit i kësaj diagnozës, që ne të vendosim pikën mbi se çfarë mund të bëjmë me mamin. Ua shpjegoi mjeku çfarë ishte kjo sëmundje, nga shkaktohej? Mund të shkaktohet edhe nga gjendra tiroide. Edhe nga gjendrat tiroide. Por që ti vëm pikën mbi, na duhesh diagnoza që të përcaktohesh komplet shkaku i gjithë kësaj. Ndërkohë, ne do bëjmë të pamundurën që të lidhemi edhe me një mjek për të na i sqaruar realisht, por ju keni ardhur në këtë studio për të kërkuar ndihmë, për nënën tuaj. Kjo ishte kërkesa që bën edhe 2 miket e nënës tuaj, të cilat tashmë vinë çdo ditë, besoj, dhe e vizitojnë. Falenderoj shumë, janë 2 zonja të mrekullueshme, që vinë e takojnë mamin çdo ditë. Dhe nuk e lënë vetëm. Absolutisht. Ne në këtë momente do lidhemi, Dimitra, me nënën tuaj, Fotinin, dhe Gjia do na mundësoj këtë lidhje direkte. Besoj që Fotinia është duke na ndjekur. Fotini, përshëndetje. Përshëndetje. Më dëgjon? Të dëgjoj. Përshëndetje. Përshëndetje. E në fakt, kur lidhesh me njerëz, pyetja e parë që bën është si je me shëndet. Dhe këtë pyetje nuk do ta bëj sepse e shikojmë qartë që ju nuk jeni mirë me shëndet. Po. Dhe na vjen keq. Vazhdon për disa vitesh. Kam qenë tipë normale, duke kaluar vitet, mbas lindjeve që kam bërë, shëndosha pak, po jo për të mëruar, si çdo femër, pak. Duke kaluar kohë, vite, shëndosha përsëri pak. Në moshë 43 vjeç që pastaj filluan dhe ato të grave, prapë unë përsëri shëndosha përsëri derisa arrita dhe mbas sa pak vite që më kam tekur burinja 5 vjetë më para, aty mora super zero.
Super gjyra që nuk e ditë sa vetë, se nga java në javë, sa thoshin çupat që mami, po na duket çudi që ti je fryr prapë akoma. Pra, shtoje vetëm kilogram, shtoje vetëm kilogram. Gjithmonë sa vija dhe fryesha. Kërkoj ndihmë, nuk di çfarë të bëj. Kam vajtur edhe vjen urgjenta në shtëpi, sa më bën qetësues. Vajta te një doktor para një viti, ai më tha ma kam frikë të marr përsipër se do të biesh ti nga pesha, por nga pesha të shikojmë pastaj e bëjmë. Unë në vend të bie, unë jam shfryrë me, nuk di çfarë të bëj. Dhe që ti vjen kësaj pune, duhesh edhe gjënia ekonomike të ishte e mirë. Unë se përbazdoj dot se buri më vdiq me ta dy vajzat. Vajzat i kam pasur për shkolla. Tash janë njëra e fijuar, tjetra e martuar ka lindur. Dhe jeta ime vazhdon shumë e rënduar për veten time. Kërkoj ndihmë, kërkoj vajzën të ngrej nga krevati, nuk ngrihem dot vetëm. Për çdo gjë, edhe për një gotë ujë dhe për në banjo. Dhe për të gjitha, domethënë nuk jam e aftë vetë fare. Trupi më është bërë me plagë, e kam djegur para 2 vjetësh. Si e kam djegur? Mund ta shifni edhe plagën që kam. Të lutem, mos lëviz. Është tmerrshme. E njëjta gjë është edhe me barkun. Jo kaq, po barku është i acaruar, sa unë kam lyer një çik me krem, edhe ja, ashtu. Edhe barku. Po. Edhe barku. Ja, nuk është e nevojshme të besojmë, Fotini, të besojmë. Një minutë, të lutem. Jo, mos lëviz, të lutem, Fotini, të lutem, mos lëviz, absolutisht që të besojmë, e të mersh. Ja, një minutë, se po më ndihmon një mikesha ime, një motra ime. Të qofsh ti barkun, ja. Ta më bërë. Është të mersh. Është të mersh. Kuptohet qartë situata juaj, Fotini. Të merohem. Nuk e prisja një gjë të tillë. Vetëm jam një ndihmë s'kam. Çupa kishte nevojë për vetë të shihim mbar. S'kam mbaruar akoma në masë çupa. Jetoni me Dimitrën. Tani ka filluar po punon për arsye. Tash është depijuar, në shqyr ka krahë nga burja ndaj, po unë vetë bëj shumë. Unë vetë bëj. E kuptoj, asë nevojat personale nuk arrin dot t'i kryesh. Absolutisht, gjënia ekonomike është e keqe me 80.000 lekë pension të burit, që më kanë lidhur që marr nga buri. Por 88.000 lekë marr. Po, merja 130, 50 ma hoqën studentët, se ishte çupa studentët, tash mbaroi është në master, ajo. Marr 88.000 lekë. E qartë. Kështu që ato mos më dalin asilace, se marr jashtë asaj, doli kjo, më dhem kjo, doli një tjetër një gjë, du të marr kjo, pa e sa pilat, se sa edhe te farmacisti me lekë e pa lekë. Dhe ju besoj. Fotini, më dëgjon? Me lekë e pa lekë, dhe aty me të shënuar emrin. Fotini, më dëgjon? Çfarë të them? Nuk e di, kam probleme, ndoshta Fotinia nuk më dëgjon. Fotini, më dëgjon? Të dëgjoj. Më dëgjon. Po. Kuptohet qartë situata juaj. As nevoja tuaj personale nuk mundeni dot t'i kryeni tashmë. Ndërkohë keni shkuar tek mjeku, keni bërë disa analiza, ju kanë dalë mirë analizat që keni bërë, ndërkohë mjekët... Kam bërë që analiza, më dolën mirë, vetëm pak me anemi në një vend, po këto tjera të përgjithësisht ishin mirë. Bëra vit, bëra tani afër prapë, para asnjë vit kështu, se bërash edhe u brava, se kam bërë disa herë se boj nga osteoporoza. Mi po ata thonë, është një sëmundje që ato thërmojët koska vetë, vetiu. Dhe për vetë asaj, kam djegur dhe kemën nga ajo që unë kam djegur e kruaja më dhimte nga cmoja, ajo asarrua, është bërë në gjendje shumë të keqen. Unë bëllë njerë u hapë prapë. Më thanë mos ke diabet, po më kam atë një 2 herë, s'më det diabeti. Pra, nuk keni diabet, sepse dhe diabeti është një ndër shkaktarët. Pikërisht, ju nuk keni diabet. Po nuk kam, jo, diabet, nuk e di. Mjekët çfarë dyshojnë? Ju keni shkuar në disa mjek, keni takuar disa mjek, Fotini. Mund të jetë edhe, po. Ju keni takuar disa mjek, ndërkohë çfarë dyshojnë mjekët? Mund të jetë edhe këto, tiroidet. Tiroidet, gjëndrat tiroide.
Ndërkohë, nëse bëhet kjo analizë, që të kuptojmë edhe ne. Aty të them se edhe kur takoj një doktor përsëri, më thanë, kjo nuk është, isa dhe shoqja ishën 2 mjek ata, kjo nuk është sëmundje, kjo është fryrje, se nga se i vjen nuk e dim. Dhe shumë e rëndësishme. Më do të opsohesh, po bie, do të po përpiqem. Përpiqem se nuk është të bëj në një grenë, nuk e di. Po aty ka shumë kile tani, sa do të bie, unë nuk bie kaq në sy. Jo, është e qartë, nuk besoj Fotini që nga ushqimi ju keni arritur pikërisht të pesh, duket që diçka nuk funksionon mirë në trupin tuaj. Por, ndërkohë, dyshohet për gjëndrat tiroide. Nëse zbulohet që janë gjëndrat tiroide, ato të cilat ta shkaktojnë mbi peshën, çfarë ju kanë thënë mjeku? Do ketë një ndryrje, do bëhet një operacion, çfarë ju kanë thënë mjekët? Po atyre nuk e kam bërë të tiroideve, se edhe nga lekte s'ka pas mundësi. Nuk keni mundësi për të bërë këtë analizë. Realisht nuk e di se sa kushton kjo lloj analize. Do shta mund të lidhemi me ndonjë klinikë që ju ta bëni sa më shpejt këtë analizë. Para kompleta që ti ysh tamam në valle. Jo, nëse del. Unë nuk lëviz një në çdo gjë, dua që të vi doktori i shtëpisë, se mos e kanë rezervë me vend shtëpisë. E kuptoj. Ju keni të pamundur që dilni nga shtëpia. Kam nevojë për ndihmë fjalë ekonomike dhe me fundit fare, unë kam nevojë dhe për kam nevojë edhe sikur të më lidhi një kemp të paktën. Mos e merja pensionin të merja një kemp. Nuk kam informacion për shkak të mbi peshë sa mund të ketë, njerëzit mund trajtohen me kemp, nuk e di këtë gjë, nuk e di. E fundit fare nuk është aftë për punë dhe mund ta përfitoj. Ta përfitoj kempin. Ne kam thënë një doktor. Ju ka thënë dhe një mund të përfitoj. Po patjetër që mund të ndihmojmë edhe ne që të përgatitet kjo dosje që ju ta përfitoni kempin. Se logjikisht ju nuk jeni aftë për të punuar dhe mund të trajtoheni me kemp. I takon kempi ta marri. Po. Ndërkohë, zonja Fotini. Para shëndetësore që të marrë. Ajo është më e rëndësishmja, shëndeti. Pastaj e fundit me lidhjen kemi nuk është keq. Kesh mundësi të blesh ilaçet. Ne këto çaja na sugjes janë. Është të pamundur atë të blesh. Besoj, kremat e lëkurës janë shumë të shtrenjta. Jemi me qera. S'kam se të them. Çdo gjë aty është pronar ditën natë mos e qaj. Ju jetoni me qera. Ja, do më qëndrosh Fotini, do më qëndrosh. Se ndoshta kemi probleme dhe Fotinia nuk na dëgjon. Ndërkohë ju jetoni me qera. Po, me qera. Jetoni vetëm atë pension që merr nëna? Po, edhe im shoqë punon. Unë po jam me leje lindje dhe të dua të filloj punë momentalisht, nuk mundem dot ale mami në këtë gjendje që është. Sepse nuk ka kush kujdeset. Nuk është se mund të kem mundësinë që të marr dikë që ta punsoj që ti ri. Jam e detyruar që të ri pa punë dhe të kujdesem. E dashur Dimitra, do mos jarrosh dhe këtë pjesë, do shta ke marrë informacion, nëse del që nëna ka probleme me qendra tiroide dhe ky është shkaku që ka arritur këtë peshë, që është mbi 200 kg, ju nuk e dini realisht sa është pesha e nënës. Jo, nuk e dim të saktë, po është mbi 200 kg, besoj. Për herë të fundit kur është peshuar? Para 3 vjetësh. Para 3 vitesh? Po. Dhe sa ka qenë për para 3 vitesh? 170. 170? Po. Në këto 3 vitet e fundit është e pamundur që të peshohet? E pamundur. I ka kaluar 200 kg? Po. I ka kaluar. Ndërkohë, nëse del, Dimitra, që gjendrat tiroide janë ato shkaku që arritur dhe nëna juaj në këtë peshë, çfarë ju kanë thënë mjekët? Do ketë një ndryrje, domethënë? Po, mund të bëjmë një ndryrje edhe pse është pak e kushtueshme. Ndryrja. Do mundohemi që të bëjmë një ndryrje që të paktën të heqim pjesën e barkut ose sepse ta thash o ta rrezikon shumë të pritet njëra këmbë. Për shkak të plagëve që janë plagëve që ka marrë tani. Po, rrezikon njëra këmbë të pritet me shumë mundësi. Dhe doktorat vetë thonë që duhet bëjmë dhe njërë analizat nga fillimi dhe duhet të shikojmë si të ecim, sepse është rast vërtet për të marrë në konsiderat dhe për të ndjekur, do ndjekje goxha. Nuk mund të ndjekësh vetëm me një analizë 2 ose 3. Duhet të ndjekim si me ilaçe, është e pa nga ana ime, është e pa mundur dhe ta mbesoj është e pa mundur që ta ndjek. Ndërkohë, ka klinika të posaçme në Shqipëri që e marrin përsipër këtë operacion? Se besoj është një operacion i vështirë. Është jashtë mase i vështirë. Të paktën më aq sa unë kam marrë informacion duke hyrë në kanale të ndryshme me të tilla histori si nëna juaj, janë operacione të vështira. Po, shumë të vështira. Ka në Shqipëri? Keni informacion? Kemi marrë informacion që dhe mund të zhvillojmë këtu. Që mund të zhvillohet dhe këtu? Që mund të zhvillojmë,
Por përsëri, çdo gjë do të thënë dhe doktorët vetë nuk është të na japin shumë siguri. Nuk u japin siguri. Jo. Por mund të zhvillohet, mund të kryet ky Mund operacion. të kryejmë si operim. Në një klinikë private këtu në Shqipëri. Ndërkohë që është dhe një kosto e lartë, besoj. Shumë e lartë. Zonja Fotini. Zonja Fotini, më dëgjon? Të dëgjoj. Ndërkohë, Dua që doktorit të më marri përsipër, të më marri një doktor përsipër. Të dëgjoj. Ndërkohë ne do bëjmë të pamundrën, ta them këtë me zemër, edhe në emër të gjithë stafit e emisionit Pa Gjurmë, në mënyrë të veçantë nga kryeredaktoria Elda Lamja, e cila është marrë personalisht me këtë histori, do bëjmë të pamundrën që të lidhemi pikërisht me atë klinikë private, nuk po e bëjmë publike emrin, që të kryet kjo operacion. Përpost atyre analizave që do bëhen në fillim, që është gjëja minimale që realizohet realisht edhe nga emisioni Pa Gjurmë, por operacionin ende ne nuk e kemi një përgjigje pozitive, kështu që uroj dhe shpresojmë që ta realizojmë, të marrim një përgjigje pozitive pikërisht nga ajo klinik. Më dëgjon? Fotini. Po, të dëgjoj. Ndërkohë kërkuat që të ndihmonim edhe pikërisht me kempjen. Po. Do bëjmë të pamundrën, ta ndihmojmë për të përgatitur dosjen, për ta dorëzuar, që nëna juaj të përfitoj kempin. Ndoshta edhe kempi nuk është në një shumë parash që mund të zgjidhi problemin e Fotinis, por të paktën s'do ketë probleme të blej kremrat të lëkurën e saj. Ajo përveç... Po, Fotini. Frikë kanë të më marrin, edhe frikë. Nuk o marrin kollaj, se edhe pa që vajta më thanë, do të bjesh nga pesha. Do të marrësh nga pesha, të humbësh peshë. Edhe unë po përpiqem vetë tani të mbaj çik dietë kështu me vetë. Ju besoj. Ndërkohë që unë do të kem në lidhje telefonike në këto momente mjekun Dashamir Gjergji, ai në fakt a mund ketë lënë punën, është në shtëpi, nuk e di, do mundohet edhe gazetaria Gjilla Durrishti ta kemi në lidhje telefonike doktor Dashamir Gjergjin, i cili dhe ai do na japi disa këshilla, besoj që është duke na ndjekur, por gjithsesi është njoftuar për rastin tuaj, është mjek specialist dhe pyetja e parë që më bëri ishte a vuan nga diabeti, Ndoshta se është një shkaktar që... Ndoshta dhe mund të jetë bërë tani Odeta, sepse ne kemi të paktën mbi 1 vit, 2 vjet që nuk i kemi bërë me analizat siç duan. E kam doktorin, e përshëndes. Doktor, përshëndetje. Po bëhet gati kjo lidhje telefonike me doktor Dashamir Gjergjin. Besoj që do na japi disa këshilla edhe për rastin në fjalë. Zëri specialisti është më i domosdoshëm pikërisht tek historia e nënës tuaj. Ne e dëgjuam rrëfimin e saj. Përshëndetje, doktor. Nuk e di nëse më dëgjon doktor Gjergji. Ju dëgjoj, Odeta. Përshëndetje, doktor. Përshëndetje. Ndoshta mund të jesh në zyrë, në punë dhe nuk je duke na ndjekur live. Shumë ndjes. E kuptoj. Doktor, kam një histori në programin Pa Gjurmë, ndoshta emisioni Pa Gjurmë merret me njerëz të humbur, por na ka ardhur një letër ku dy zonja na kërkojnë ndihmë për mikeshën e tyre të ngushtë. Flas për zonjën Fotini Shkurti. Kam kur shkoj në emisione dhe ju përgëzoj për temat e gjetura. Falenderoj shumë, doktor. Ndërkohë, unë kam shumë besim tek ju, sepse ju jeni një nga doktorët që keni kuruar edhe në nëntime për sa i përket diabetit, por këtë herë do të flas për zonjën Fotini Shkurti, një 58 vjeçare, e cila është mbi 200 kg. Lëkura e saj tashmë ka plak të shumta, ajo zonjë nuk ngrihet dot më nga krevati. E ka në këto momente në një lidhje direkte, ishte e pamundur që ajo të vinte në këtë studio, e ka një lidhje direkte, por nuk vuan nga diabeti, por dyshon se mund të ketë gjëndrat tiroide, ato të cilat i kanë shkaktuar pikërisht mbi peshën. Ju kuptoj, pra zonja dyshon që tiroide është shkaku i mbi peshës, apo jo? Po. Okej, në qoftë se zonja ka kryer ndonjë ekzaminim, do kishte qenë mirë që të kontaktonte mjekët specialist. Në qoftë se nuk i ka bërë deri tani, normalisht mund të bëjë disa ekzaminime hormonale të gjendjes tiroide. E qartë, doktor, nëse do bëhen këto analiza, që unë besoj që nesër do bëhen këto analiza dhe del që zonja ka probleme me gjëndra tiroid, çfarë ndodh?
A ka në Shqipëri klinika qoftë dhe private që mund të bëjnë operacione, pasi gjendja e saj, nuk e di, ju nuk na shikoni, por thjesht fakti që të them është mbi 200 kg, ju e kuptoni situatën. 200 kg sigurisht që e kuptueshme. Ne shikojmë për ditë në klinikë të Drejtën në raste të rënda, jo më larg se sot kisha një subjekt mashkull 152 kg. Dhe faktikisht është një obezitet, ne i themi morbid, pra është një tejkalim ekstrem i peshës. Zgjidhjet në të tilla raste janë, nëse nuk le të them ofrohet më mundësia zgjidhjeve me dietë, sepse ka zgjidhje konservatore, pra pa ndryrje kirurgjikale, ka dhe zgjidhje me ndryrje kirurgjikale. Po në raste të tilla, kur obeziteti kalon çdo lloj norme, le të them, atëherë sigurisht zgjidhja vetme ngelet interventi apo operacioni. Se kush ofrohet, nuk jam gjendje të them, po unë di që në Shqipëri ka klinika që e marrin përsipër këtë lloj teknike operatore. Këtë përgjigje desha, a ka klinika të posaçme në Shqipëri që e bëjnë këtë ndryrje? Pra kemi në Shqipëri. Nuk është e nevojshme që zonja mund të udhëtojë jashtë Shqipërisë sepse rritet kostoja normalisht. Jo, ofrohen në Shqipëri dhe kryen dhe nga mjek rëndës dhe nga mjek të huaj me sa di dhe ofrohen me cilëtia zakonisht lartë. Pa mjaftot t'ju them që janë disa teknika që kryen, pra nuk është që bëhet vetëm një lloj interventi në këtë drejtim. Kështu që përzgjedhja e tipit interventit varet nga subjekti, nga individi dhe pasi komunikimin që ai bën me mjekun kirurg normalisht. Por përpara se sa të nisemi te kirurgjisë apo të marrim vendimare për kirurgjinë, ne duhet ta ekzaminojmë, të shikojmë që subjekti nuk ka probleme të tjera dhe pastaj vendosim çfarë do bëjmë më tej. Ndoshta me kamrën tonë, unë dua të kërkoj një nder publikisht që ndoshta nesër, nëse ju jeni i lirë, zonja e ka të pamundur të lëvizi nga krevati, të shkojë në një klinik, të bëjë qoftë edhe analizat, kërkojmë ndihmën tuaj. Tani të jemi sinqert se ndihma ime si mjek është e pakursuar për asnjë person që ka nevojë për ne, se unë prandaj jam bërë mjek. Dhe nuk e vija në dyshim, doktor. Jemi në ndihmë në lidhje me kryerjen e ekzaminimeve zonja Odeta. Esmura duhet të kontaktoj normalisht sistemin publik nëse kërkon në pushte publike, apo duhet lidhe me një nga këto subjekte private nëse do t'i kryej privatisht. Kupton? E kuptoj. Ndihma ime konsiston në interpretimin e ekzaminimeve dhe në trajtimin e mëtejshëm, nëse ka problematika të sferës që mbuloj unë. Të falenderoj nga zemra, doktor, dhe do mbetemi në kontakt. Është kënaqësi të komunikoj me ju. Të falenderoj, doktor. Të shkuara zonjës dhe i them një porosi zonjës dhe gjithë njerëzve që kanë ardhur në këtë lloj patologjie. Dhe shumë mirë me këtë mesazh mbylle, po? Që pjesa psikologjike ka të bëjë shumë, pra le të them, nuk duhet të deprimohen sepse do ketë zgjidhje në të gjitha pikpamjet. Të falenderoj. Gjithë të mira. Të falenderoj, doktor Gjergji. Nuk e di, na dëgjoj zonja Fotini, telefoni në vesh e mban, nuk e di, a mundi do ta dëgjoj bisedën që patëm me doktor Gjergjin. Zonja Fotini, e dëgjuat bisedën me doktorin? Nuk është mirë. Nuk është mirë. Atëre... Faleminderit që po nuk dëgjoj. Nuk është mirë. Alo, faleminderit shumë. Zonja Fotini, ndihesh mirë në këto momente? Ndihem. Jam që ke shqetësuar, po... Duhet të qetësohesh. Të paktën lajmi mirë është që ky operacion kryhet në Shqipëri, sepse unë nuk kisha informacion. Ndoshta mund të bëjmë të pamundrën që ta realizojmë këtë operacion. Doktor Gjergji, ja kërkova publikisht që me kamrën do ta ndjekim për të bërë të gjitha ekzaminimet të çfarë duhet përpara këtij operacionit, dhe ndoshta arrim të kemi një komunikim pikërisht me atë klinikë private që bën këtë operacion për të marrë një përgjigje pozitive dhe nëna juaj të kthehet siç ishte më përpara. Kjo është dëshira e vetë Fotinis, por edhe juve. Ne babin e kemi humbur. Ne sy tek mami kemi. Babin e keni humbur dhe... Të shikosh në atë gjendje është shumë e vështirë. Zonja Fotini, nuk dua të mbaj gjatë, kuptoj është një pozicion të vështirë, janë munduar mikesha që t'jetë rregull në këtë lidhje. Nuk dua të mbaj gjatë, sepse e di që je në siklet. Ndoshta ke një mesazh? Po. Një mesazh që kujt i drejtohesh? Po ja, ashtu. Me sikletë shuri, me sikletë, unë nuk rritot një vend, ulem griem. Mirë atëre, unë të përqafoj nga studio, uroj që shumë shpejt të vide unë të vizitoj në shtëpi, dhe të falenderoj që të pata në këtë lidhje. Falenderoj, zonja Fotini. Mos ta mbajmë.
Mos ta mbajmë gjatë, mamin ju e kuptuat, por edhe unë e kuptova nga pamja e saj që u lodh duke qëndruar. E vetë që ishte me sytë mbyllur në disa momente. Ishte me sytë mbyllur në disa momente. Ajo është një lloj apne që e kap, dhe në qoftë se mund ta lësh shumë pak minuta ashtu bie në gjendje shok kur zot mbërthe. Gjë që ka ndodhur disa herë dhe ka rënë nga krevati. Dimitra, ne e prezantuam këtë histori, morëm informacionin e dur, do bëjmë të pamundrën për ta realizuar dhe dua ta mbyll me mesazhin tuaj. Dhe i kërkoj ndihmë të gjithë shqiptarëve, ku të munden, vetëm të bëjnë diçka për mamin. Që ta bëj atë operacion. Po. Ndoshta spitali mund na bëjë ndonjë ulje, por jo ta marri falas komplet. Jo falas. Ende nuk i dim. Ende s'kemë marrë një përgjigje. Akoma nuk kemi mundësi akoma për të bërë analizat. Dhe jo të përballoni operacionin. Jo të përballojmë operacionin. U bëft me mira për nënën tuaj. Falenderoj. Dimitra, dhe të falenderoj që të pata këtë pasdite. Do mbetemi bashkë në kontakt. Faleminderit të ta. Në ndjekim sërish Këshillat e Biznesit dashur miq, do rikthehemi në pjesën e fundit dhe historia vjen nga Vora. 6 fëmijë në kërkim të motrës së tyre. Majlinda Dedaj dashur miq erdhi në jetë në 1 maj të vitit 1970. Nëmësia Hame, atësia Bajram. Majlinda u braktis nga prindrit e saj biologjik që ditën që erdhi në jetë dhe vajza u rritë në shtëpinë e fëmijës Shkodër. Sot, pas afro 40 viteve, janë motra dhe vëllezrit që kërkojnë të mësojnë të ditë për fatin e Majlinda Dedaj. Dhe pikërisht me mua në studio është një prej motrave të saj, Liri Ekoni, përshëndetje dhe mirëseardhje. Zonja Deta. Në kërkim të motrës. Po. Nuk e kanë braktis njerëzit, prindrit e mi. Ja kanë marrë ato të spitalit, maternitetit. Ja kanë marrë? Ja kanë marrë, i kanë thonë. Pra fëmija nuk është lënë? Jo. E kanë marrë nga mjekët, nga infirmierët. Bluzat e bardha? Bluzat e bardha, më mirë. Vajzën dhe kanë quar në jetimoren e Shkodrës. Ku prindrit e kanë takuar vajzën? Po, kanë shku 3-4 herë prindrit. Po, do marrë thesh gjithë historinë e familjes Dedaj, familjes tuaj, por fillimisht në ndjekim një material që kemi përgatitur, një material që ka përgatitur kolegja Gjila Durishti, e ndjekim dhe rikthehemi në studio. Një tjetër histori do të prezantohet këtë pasdite në programin Pa Gjurmë, ku 6 fëmijët e familjes Dedaj nga Kodër Vora janë në kërkim të motrës së tyre, Majlinda Dedaj. Një ngjarje që do të na kthej 40 vite pas në kohë. Bajram dhe Hame Dedaj deri në vitin 1970 ishin prindër të 4 vajzave. Të emrat foshnjeve, djalit ju vendos emri Valmir, ndërsa vajzën e quajtën Majlinda. Prindërit u njoftuan se foshnja do kalonte përkujdesje në shtëpinë e fëmijës Shkodër dhe ata do të kishin të drejtat e takimit. Dhe kështu ndodhi përgjatë gjithë vitit 1970. Nëna dhe babai shkonin e vizitonin Majlindën në Befotrof dhe informoheshin për shëndetin dhe rritjen e saj. Me plagën në zemër, këta prindër vendosin që ta merrnin vajzën dhe ta bashkonin me 4 motrat dhe binjakun e saj. Dhe kur ishin gati për të marrë Majlindën e vogël në shtëpi, punonjësit e institucionit ndërpresin takimin
takimet dhe prej dhjetorit të vitit 1970, kur vajza ishte vetëm 7 muajshe, prindërit nuk morën më vesh asnjë informacion. Nuk dihet nëse foshnja vazhdoi të rritej në atë institucion apo u birësua. Çifti Dedaj, pasi humbën majlindën, u bën edhe me një tjetër djalë. Sot pas afro 40 vitesh, janë 4 motra dhe 2 vëllezërit, ku njëri prej tyre është edhe binjaku i majlindës, të cilët kërkojnë të mësojnë për fatin e saj. Liri, kemi bërë një gabim, se ditëlindjen e kishim marrë 1980 dhe kemi bërë llogarit për 40 vjeç, ndërkohë 70 dhe i bie që motra jetë 50 vjeç. 50. Por kjo ishte historia, me pak fjalë historia e familjes tuaj. Sa vjeç keni qenë atë kohë? Unë 63-shi, 7 vjeçe i bi kom qenë. E kujton momenti kur nona u nis në spital? Kemi qenë gjumë. Kur e qoj nona, gjyshja ime, e qoj nonën teme, i e kine pëstone, e qoj në spital. Edhe sot vazhdo në përdoret? Po. Edhe na erdi shpi, tha, u bo nusja, tha me 2 fmi, ka bo 2 binjak. Ka bërë binjakët? Binjak. Po mirë u gëzum. Po qa ka thamne, hem motrë, tha kine në i vla. Edhe u gëzum, si për motrë, si për vla, dvejgjil ishim. Ju në atë kohë, ishit 4 motra? 4 motra, pa vla. Pa vla. Se nonës theme i kanë vdek, 9 fmi kam tokë, fmit e parë, 9 theme i kanë vdek. O, më vin ka keq. 9 fmit e parë? 9 fmit e parë, 9 theme i kanë vdek, i kam tokë. Dhe pas këtyre fatkeqësive, kështë si njët 4 vajza? Erdhën, parë si 9 me 2 binjakët. Mos 9 fmivet, ishim në 4 vajzat. 4 vajzat. Edhe njëri shtatzon me vlanë që kam sot, me gjithë motrën që... Binjakët. 2 binjakët. Grisht Majlinda dhe Valmiri. Bajmir. Po? Edhe erdi në gjyshën a pru haber, e ne u gëzum, he motra, tha me ne vla. Ndërkohë që prindrit kërkoni të kishin një djalë në familje, si që dhe tradita në Shqipëri. Fakun asnjëherë se kam kuptuar këtë traditë që fëmia i parë duhet jetë gjithnjë djalë. A mos e luma i shika, si që unë i gotë, se i themi ne, vetëm kjenë fëmi e tjenë saklon. Kjo është e gjitha, po? Edhe, hiku, nona, ke treni ka linë, ke materniteti vjetru i qujtë atëhere ke treni. Po, edhe sot e kësaj dite këshuar zonë të quajt. Edhe sot e kësaj dite ka njëllë. Po? Edhe, kur vjet dite me dalë nona nga spitali, non i e ime, i thonë doktorët, bluzët e bardha, që fëmi ke? Kom 4 vajza, thot, goca, thot. Po të shonë, ja. Goca ka linë shumë mirë me peshë. Nga të regojtë nona ime, ija, me gjithë babën. Nga të regojtë edhe parë se vdiste, baba më ka 25 vjetë që më ka vdek, e në parë se vdiste, nga të regojtë e këtë histori për herë. Motrës, po. Edhe linë këtë të ene, kur vjetë dite me dalë, i pësin të bluzët e bardha, thotë, shmjeket, mjekat, kom 4 vajza. Po të shonë, ja. Quni shumë i dobet, to ishte gjyshe ime, ku i ka ne i shpirt i thojt e këti, se nuk e dim thojt se u borëb, se ne jemi rrit pa gji, nuk ta ka dhonë nona me pi. E kuptoj. Si thonë e gjine. Po. Edhe undre, kur e në shpia janë, thot, më mund, thot, gocën, thot që ti të dy nuk mund t'i mash, nga gjeni ekonomike. Nuk ishin kushtet e mira? Pa. Në atë vitin, 1970-ën. Ju jetonit në Kodërvor? Në Vor, ke serë ku shka për durës, janë serët në Vor, këto serët e gjomit. Po, Kodërvor quhet. Kodërvor quhet. Edhe, i thot ma mund, gosa dhe që në Shkodër, thot se nuk mund t'i mashi. Ishim 4 vajzat, 2 prindrit, 6, gjyshja, 7. 7 vetë me 2 roka ferme. Që merte baba me nonën. Nuk kështo, e ne mirë. Shkoj baba e takoj. Me gjithë nonë, ditë tjele kishin pushim, ferma atëhere, i herë mjafë kishin pushim, shkoj nona e takoj. Në momentin vendosin që vajzën ta linin në spital, nërko që ju vendos dhe emri. Ja ka njët emrin, hem vlajten e motë, ja ka njët bluzët e bardha. Mjekët? I vendosën emri. Majlinda ja vendosën motrës. Bajmir, për në i tena mirë, Bajmir e ka vlaj, ja ka njët për spitalit. Nëna dhe babaj e solën në shtëpi, vlajnë. Ndërsa, motra juaj u la në spital. E qunë direkt atjeta, në shtëpinë e fëmijës Shkodër. U qute qertës trofike Shkodër, në atë ka. Po, në atë vit. Pa, në atë vit. Informacion të cilën mjekët u ja dhanë prindërve. Pa, do të qëmë të filon vend, tha, në Shkodër. Që të kishin dhe mundësi takimi. Pa, shkoshin.
Kurse vlan e manë ca ditë në spitar si ishte i themine kocelkuri, shumë i dobet. Nën peshe, shumë i dobet. E kom pas fotografin ja 6 mush, po kur qesh ke klani, ma kërkune se di se a kanë huma. Pak rëndësi ka, nuk e ruan ma atë foto. Po, kur shkoj baba me ijen, me mamin, me taku, 3 herë e kanë taku. Tek shtëpia e fëmijës Shkodrës. Herë në tret, e këshin lidh me funalat në breze poshtë, dur për jashta. I kështë rallë baba im, si kënë pas thonë lalë, atë gjomit, goca ju kështë hodhë. Edhe kështë qesh. E në herë baba, në herë pyste. Do më thënë, babaj ka shkuar me nënën 3 herë e kanë takuar. 3 herë. Qëfar kohë? Po, në maju laja. Në një maju 1970 lindi, maj linda. Do mushtë 20 ditë, se nuk dilqin këta pa maru lihon atë herë. E qartë, që e takoj për të parë, do më 3 takimit u realizuan për gjatë vitit 1970. 70-ës. Po? Edhe, kur shkojnë tani thotë, kur shkojnë rrallë në 4, a rrallë në 5, nuk më kujtohet, e ne e qesin ke gjomi këta, ke dritarja qerdhës. E nësa e shë, thot, baba im thojta baba im shifta, thot, si kur më qeshta, thot goca. E në këshin thonë, në kanë dhonë urdhën, mos mu taku më kështa, thonë me fëmin. Po mu shta kom bërktis, që thonë baba, mi gjithnonë. Mu e kom prushnon se nuk ka gji gruja kështa në mi dhonë. Po, për ta lënë një ko, dhe më pas du të arimerte sërisht të vajzën. Po, do të meshim prap. Po. Edhe, ku shku mos se a 2 jave, a ma shumë, ju kërkojnë djes familjes Aslan Picari, si ka vdek, ka qenë postier. Postier në qytetin e... Vorës. E Vorës, me Vorë, ka pas të në qytet Vorës. Po. U ishte të i që bukën babës tem. Po. Ky punojte me qetë, herë, si ferm të bajtë me karotës. O, bërëm, thot, a ke fëmi në Shkodër? Po, thot, ishtë me 100 metra lërgë, si Kodër ky. Ka arri telegram, thot, se ka vdek. A ta bim, thot, apo ta varrosim atje. E në nga gjeni ekonomike, i thot baba ime, qoj e mrapë telegram, su i thot avarrosin atje. Këthe përgjigjen babaj. I këthe përgjigjen babaj. Kur vjen shpi, i thot nonës, gjyshes. O në thot, kështë vde goca, thot më Shkodër, thot, i kom thonë me avarros atje. Pse mri nonë, thot? Pse ku ke varros të nondin, thot, e varros që në të dhejten. E dhimshme. Ska ku të shkuj. E po më e bona këte më. E në nona, gjyshja, ma se pësë ka pa shumë të keqë. E ka përjetuar, edhe pse nuk mundi do të të mbante në gji vajzën. Shumë fëmi, i thonë me gjithë majlinën, i shala shpresoj tjetë gjallë, po nonë në tokë. Kështu erdi telegrami në atë ko? E telegrami, që e vdikë. Kur të bo me bet gjyshja, me njerëzit, shkojtë e kështu. Vallaj, thoi, ishin njerëzit, nuk ka vdek. Si ma përpara, po vdiste, thojte, ata e bite shteti vetë, nuk ishte nevoj, të lemë rodi që vdik, e ta bite shteti vetë, nuk ishte nevoj ti me hargju. E qartë. E po, vallaj, thojte, nona nuk dim që. Sepse dyshimet filluan që në momentin, përpara se të vine këtë telegram, ku punojësit e atë institucionin ndërpren takimet mes majlindës, që ishte foshin atë ko, dhe prindërve që vinin për të atakuar. U ndërpren këto takimet. Këtu lindën dyshimet e para. Dhe më pas ju erdi këtë telegram. Nuk na e majte me follat herë, me thonë që oa kanë bisua, ka qenë sistemi vështirë. E kuptoj këtë pjesë. Dhe heshtët. Asa ne asë nejneve. Edhe, kur u hap emisioni këtë Telenorba, me Aida Shtinën, filloj vite në una ke unë, se unë rria, kam shpim për balë Sindi Parkut, njërës të një. Në ti kërkimet i ke njësur që tek emisioni ku je? Emisioni ku je. Dhe deri më sot nuk e marrë ndo një lajmë të mirë? Jo, fare. E një thash nonës. Dërko, që mos i përmendim të gjitha programet, e kuptoj, nuk e marrë informacione. Nuk jam të i përmen. Ndërko, ju keni shkuar vetë në shtëpinë e fëmijës në Shkodër, kur them ju familjarët? Ku shkojte, Azeta? Për të bërë një verifikim... Ku shkojshi? Ku do shkojshi? Se shumë e rëndësishme, për të bërë një verifikim në institucionin ku në vitin 1970, në fund të vitit 1970, ju erdi kjo telegram. Dhe aty është pika 0 ku nisin edhe verifikimet. Ja, nuk kanë shku atëhere. Nuk kanë shku. Pse të them që kanë shku? Ju nuk keni shkuar. Ndërkohë edhe gazetarë tjerë që kanë punuar për këtë histori, nuk kanë shkuar për ta bërë këtë verifikim. Nuk mund të thuash dhe nuk të kanë njoftuar.
ta akuzoj keqen. Ndërkohë që Majlinda është binjake me vllajin. Po, me Mirin. Bajmere ka i, thona Miri. Miri shkurt. Ndërkohë dhe Miri është në kërkim të binjakes. Pa, ja njerë mi pru fotografit e vetë, sa e mora në telefon. Kemi fotot? Pa. Motrët, s'kam go... E qartë, foto me Majlindës ju nuk e keni, po, do më ndimosh mua, do më japësh mua foto që të mundohem t'i nxjerr edhe në kamër, po, ulu, dhe ti do më tregosh se kush ka dalë në këtë foto. Ndërkohë që kamera... Aja me kostum kafkne, është motra dytë. Po? Aja me fustane kuqe, aja me fustane kuqe jamun, aja me fund me pika, motra parë. Motra e parë? Motra e parë. Motra e madhe? Pa, motra e madhe. Po? Se kur që ke klani, unë isha opru pa ta hek dhjomëthin. Por e lëm atë televizion, jemi në Report TV tani. Të lutem më trego tani fotot. Kjo është nona ime. Kjo është nëna juaj? Ajo me shami. Ajo me shamin e bardhë? Po? Nona ime. Ajo qunim. Djali juaj ndërkohë me këmishën e zezë kush është? Ajo është bashkërti im. Është bashkërti juaj, por kjo është nëna juaj, pikërisht zonja Hame. Hanme. E cila solli në jetë binjakët, se në 1 maj të 1970-ës, djalin e gëzoj, ndërsa vajzën e humë, më thosh. Ndërkohë kemi një foto bardhë dhe zi. Ajo Miri, që o binjak me Majlindën. Kjo është binjaku, po? Ajo që është binjak me Majlindën. Ndërkohë nëse do të pyesja ka ngjashmëri, duke menduar binjak që ka ngjashmëri, por ka dhe binjak që nuk ngjaj. Mirë, ajo qartë është. Ndërkohë do i tregoj të gjitha fotot, dhe këto janë, kemi fotot e Mirit sërisht. Besoj Miri është këtu në foto. Po, Miri është, të 2 fotot e Mirit. Të Mirit janë që është binjaku i Majlindës, motrës tjetër e cila kërkohet në studion e emisionit Pa Gjurmë nga gjithë familja Dedaj. Këto janë fotot që na keni sjell, në fakt ne do t'i përgatisnim, por ju i sot në momentet e fundit, dhe nda jemi të detyruar edhe... Kishte ardhi letër, shepru ke stacioni tjetër, ke Aida. Unë nuk e pas, ose unë e kam pas më gjukte, e në këtë shti, unë nësë nuk e shofë sot në orën 3 se kam punë, e shofë një nuk na interesojnë emisionet e tjera. Shepru i letër. Po të lutem, nuk është mirë të flasim për kolegët, e kuptoj që nuk kanë arritur do t'a gjejnë, është më se normale, le të flasim për historinë e familjes së Dedaj. Po, për atë. Për historinë e familjes Dedaj flasim për nënë dhe babajin tuaj, të cilët në pamundësi për ta marrë vajzën atë kohë, detyruan ta linin në shtëpinë e fëmijës, me qëllim që atë rritej dhe më pas ta merrnin. Kur shkuan për të takuar për herë të fundit, u ndërpren takimet dhe më pas ju erdhi një telegram. Por gjithnjë ju e dyshuat në familje se motra nuk mund të kishte vdekur. Ndoshta ishin manovrat atij sistemi që sillnin këto telegrame që ju të harronit përgjithmonë atë histori dhe vajza mund të jetë birësuar. Ka ndodhur për hir të vërtetës kështu në Shqipëri. Uroj që të jetë edhe për motrën tuaj, që mos ketë vdekur, si që erdhi ai telegram, por të jetë birësuar. Po si vazhdoi jeta në familjen tuaj? Çfarë ndodhi më pas? Sepse nëna dhe babai sollën jetë edhe një djalë tjetër. Po, kam prunë edhe një djalë tjetër, kam 2 vëllezër jemi e 4 motra. Jeni 4 motra? 2 vëllezër. Dhe 2 vëllezër. Me Majlindën jeni 5 motra. 5 motra me Majlindën. 5 motra dhe 2 vëllezër. Ndërkohë këtë histori për herë të parë kush ju ka treguar? Këtë historinë për herë të parë baba em, nona, e bojtë e ija për herë muhabet, kur u pushim 4 gocat, a gjomi o ini 4 motra, ata kishën atë tjetër të ujtë e mes tjosh. E thoshte sa herë gjyshja këtë gjë? Po, sa herë, thujte. Dhe ju keni trokitur liria në këtë studio me shpresën që stafi e emisionit Pa Gjurmë ta zbuloj këtë të vërtet. Nëse motra juaj është rritur në atë institucion, më pas është birësuar, të pak të ndyshojmë ne, ajo sot i bie të jetë 50 vjeqe. Në 1 maj të këtij viti, mbush plot 51 vjeqe. 51 vjeqe. Nëse ndodhet diku në Shqipëri e birësuar, a e ka kryuar familjen e saj tashmë? Nuk do t'ja prishim qëtësi. Çfarë do i thoshe, se me mesazhin tënd do ta mbyll të pasdite? Në rast se ajo na dëgjon, në rast se ajo na shikon, nuk duam asgjë për saj dhe të shohë jetën e vet, po vetëm ta di se ka 4 motra dhe 2 vëllezër. Asgjë nuk duam për saj. Dhe të mësoj që... Vetëm ta mësojmë që është qartë. Ardhur në jetë me vllajin, Mirin, binjakët. Mos kujtoj se e kanë mësoj rrënjët e saj. Mos kujtojnë se e kanë braktis prindrit, nuk e kanë braktis.
Po ashtu ishte rrethanat e papasmja. E kuptoj. Të falenderoj Lirie që unë të pata këtë pasdite në studion e emisionit Pa Gjurmë, reprezentuam për herë të parë historinë e familjes tuaj Dedaj me shpresën për të mësuar se çfarë ndodhi me fatin e motrës tuaj Majlinda Dedaj, që nëse është në jetë ajo i bie të jetë plot 50 vjeç. Të falenderoj dhe të mbetemi në kontakt. Faleminderit Zeta. Dhe kështu dashumiq kemi ardhur në fund edhe për këtë pasdite, ne bashkë do ritakojmë sërish të nesër, live ora 15, vazhdoni që ndroni me logun e Report TV, sepse pas pak do të jetë kolegja ime Migena Sotieri. Bashkë mirupafshim.